10 ditë e para të këtij muaji janë shumë specifike, janë shumë të veçanta. Ka ardhur në transmetime, po para transmetimeve ka ardhur në Kur'an lajm i rëndësishëm për këto 10 ditë. Allahu betohet në këto 10 ditë. E në atë që Allahu betohet të ndëruar shikues, nuk duhet bashkë qashtu me elon, apo duhet bagi seriozisht me e marë këtë betim të Allahu te barekutaala, nga se Allah nuk betohet tek ashtu. Madje ai nuk ka fare nevojë më betu. Allah s'ka nevojë më betu. Nuk ka nevojë, sa është Zoti. Ai kur betohet, në këtë betim tregon mirësinë e tij dhe bujarinë e tij ndaj neve. Ja se këtu e keni fokusin, këtu shikoni mirë se me që po betohem unë, këtu ka diçka. Çfarë ka në këto 10 ditë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nuk ka ditë gjatë vitit që Allahu veprën e mirë e dën dhe e shpërblen më shumë se në këto 10 ditë. Domethënë, Allahu xhallahu ala sa herë të bën ti punë mirë, ditën, natën, çfarë do muaj, çfarë do jave, kudo që ti je, bën punë mirë, thua fjalë të mirë, Allahu e dën. Sa Allahu i dën punë të mira. Allahu dën pendimin, Allahu dën bamirësinë, Allahu dën dashurinë, respektin, kontributin, solidaritetin, adhurimin, Allahu i dën. Allahu e urren të keqen, Allahu e urren mëkatin, Allahu e urren mashtrimin, tradhtin, syfatsin, amoralitetin, e shumë tjera, Allahu i urren. Mirë po, tash Allahu i dën gjithmonë punë të mira, mirë po. Në këto ditë, Allahu dën punë e mirë shumë më tepër. Don Allahu kur një rob i tij në këto ditë bën punë të mira, e dën shumë më tepër se që kjo mund të ndodhë në ditë të tjera të rëndomta. E kur Allahu e dën dikën, a din sa është problem? Çka i bën kjo? I bën sa ditë veçanta. I bën që duhet këto ditë për kushtimi jon të ndëruar shikues, për kushtimi jon në adhurim, në pendim, në largim nga punë të këqija, në bamirësi, në solidaritet, në ndihmë, në falje, tjetë i veçantë. Me që janë ditë të veçanta, duhet tjetë aktivitet i veçantë. Me që janë ditë të jashtëzakonshme, duhet të kemi një angazhim të jashtëzakonshëm. Janë 10 ditë kalojnë. Dhe aktiviteti kryesor, krahas obligimeve që kemi, namazin me falë, dhe obligimet e tjera që kemi, krahas obligimeve tjera që kemi, dhe ndalesave që duhet të larguar, krahas atyne, adhurimi më i këndshëm, më i lehtë, po më i shpërblyer tek Allahu te bareka o taala në këto ditë, a dini cili është? Përmendja Allahut azza wa jall. Dhikri. Allahu më përmend. Ka të cilësh.